Përshëndetje, unë jam Zuberi Meri, mësoj në Kolegjin Jaja Kemal. Sot do të mësojmë për teoremin e talisit për segmentet proporcionale. Teorema e talisit për segmentet proporcionale thotë se segmentet që formohen në njërin krah të këndit janë proporcionale me segmentet që formohen në këndin tjetër të këndit. Kurse teorema e anasillit e talisit thotë se drejtësat që i presin krahët e këndit janë drejtësa paralele. Këtu kemi një shembull ku thotë se OA është e barabartë me 4 cm, OB është e barabartë me 9 cm, OC është e barabartë me 8 cm dhe OD nuk dihet. Tani e shënojmë OA ndaj OB e barabartë me OC ndaj OD. Ne e dimë se OA është 4 cm ndaj OB e cila është 9 cm, është e barabartë me OC e cila është 8 cm. Pjesëtim për OD që nuk dihet e shënojmë me X. Tani i shumëzojmë antarët e jashtëm dhe antarët e brendshëm. 4x është 4x e barabartë me 9 rreth 8 7. Dy anët e barazimit i pjesëtojmë me 4, ku fitojmë rezultatin x e barabartë me 18, ku del se OD është e barabartë me 18 cm.